Mirë, jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë. Drita Çuni, ekspert e ekonomie, është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se gjeta. Ndërsa online kam kënaqësinë që të kem Anjiza Kolami, eksperte për bujqësinë. Anjiza, përshëndetje, faleminderit për kohën. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Edhe pse për te oqeanit që i ndjek me mjaft interes çdo zhvillim në Shqipëri, veçanërisht kur ka të bëjë me sektorin e bujqësisë. Kështu që të falenderoj dy fish. Faleminderit. Për vitin e ardhshëm, duke parë pak edhe projekt buxhetin e qeverisë lidhur me fondet në adresë të sektorit të bujqësisë, janë 16.2 miliard lek, ose rreth 168 milion euro, dhe gati 16.5 milion euro më shumë krahasuar me vitin aktual, pra me vitin 2025. Në një vlerësim të përgjithshëm paraprak, mjaftueshëm, Drita? Për mendimin tim është... Nisur edhe nga problemet dhe nevojat që ka sektori. I gjithë projekt buxheti është përqendruar në raportin që ka bërë Bashkimi Evropian për Shqipërinë për sa i përket hapave të zhvillimit drejt integrimit në Bashkimin Evropian, dhe mendoj se do të jetë i mjaftueshëm për të sistemuar ato problematika për të cilat është bërë shumë deri tani, por që ka nevojë për një rihetëzim dhe një sistemim të mënyrës së politikbërjes në sektorin e bujqësisë. Prioritetet në këtë projekt buxhet për sa i përket sektorit të bujqësisë janë në garantimin e sigurisë ushqimore për sa i përket kafshëve dhe bimëve, në rritjen e infrastrukturës të ujitjes dhe kullimit, si dhe sistemimin e këtyre ngastrave të tokave në funksion të prodhimit, kishte të bënte me konsolidimin e pronësisë, kishte të bënte me mbështetjen për agroindustrinë dhe mbështetjen financiare dhe teknike për sa i përket fermerëve. Gjithashtu në projekt buxhet është diskutuar dhe zhvillimi i qëndrueshëm i peshkimit dhe akvakulturës, një pikë për të cilën Bashkimi Evropian kishte dhënë fjalët maksimale për sa i përket zhvillimit, pikërisht për sa i përket këtij sektorit. Anjiza, Drita i përmendin fakt ato që konsiderohen edhe në dokumentin, në relacionin që shoqëron projekt buxhetin për vitin e ardhshëm, janë prioritetet e qeverisë për vitin 2026, që nga konsolidimi i pronësisë mbi tokën bujqësore, duke qenë se ne dim që në pjesën ndërmuese ka probleme me regjistrimin e tokës bujqësore të ndarë me ligjin 7501, por po ashtu edhe probleme që kanë të bëjnë me parcelizimin e kësaj sipërfaqeje. Nga ana tjetër, veç kësaj, pra që vjen edhe, le të themi, objektivi i dytë për të nxitur kooperimin, që ne diskutuam pak edhe në pjesën e dytë, pra apo bashkëpunimin ndërmjet fermerëve për t'i bërë ata bashk, dhe duke lënë pas gjithë stigmat që shoqërojnë këtë proces lidhur me bashkimin e fermave, por jo në aspektin ligjor, por një bashkim që u jep atyre mundësinë që të përdorin edhe teknologjinë, të njëjtin prodhim edhe të marrin, le të themi, më të mirën nga ajo nga sipërfaqja që kanë në pronësi. Po ashtu, pjesë e prioriteteve është edhe administrimi i sistemit të ujitjes, mbështetja financiare dhe asistencë teknike për fermerët, që po ashtu është shumë e rëndësishme duke pasur parasysh këtu edhe skemat e mbështetjes që ofrohen në sektorin e bujqësisë, si edhe zhvillimi i sektorit peshkimit dhe akvakulturës. Si konsideron këto prioritete? Mendon që janë ato çfarë përbëjnë sot, le të themi, pikën nevralgjike, apo ato çfarë meritojnë më shumë vëmendje dhe të jenë në fokus të politikave qeveritare, apo ka diçka tjetër që duhet ishte pjesë e këtyre prioriteteve dhe që është ka edhe interesit të Shqipërisë drejt objektivit për qenë pjesë e Bashkimit Evropian? Prioritetet mendoj që janë të adresuara mbi bazën e nevojave aktuale që ka sektori i bujqësisë. Mendoj që janë, po themi, tregues kryesor, dhe pastaj do të ndalemi dhe duke kapur pjesën e rezultateve që synojnë pikërisht adresimin këtyre nevojave, që padyshim që mbeten prioritete shumë të rëndësishme për zhvillimin bujqësor, blegtoral, por edhe të agroturizmit, po themi, në tërësi.
Pra mbetet për të parë se si nuk është çështja e prioritizimit atyre çfarë janë të rëndësishme se sa rezultatet konkrete. Rezultatet që vijnë nga ndërhyrjet në këto segmente që konsiderohen të rëndësishme për fuqizimin e sektorit. Mbështetja financiare, Aniza, fakti që ka një rritje të fondeve me 16%, ishin pritshmëri më të larta për të adresuar më shumë fonde, duke qenë se janë pezulluar edhe fondet e IPARD-it? Kjo vjen se rezultat, ne shikojmë si një këndvështrim që kemi një rritje, por në fakt vjen se rezultati i ndërprerjes të fondeve IPARD, pasi ne kemi trajtuar edhe më përpara që mbështetja kryesore në sektorin bujqësor ka qenë pikërisht nga fondet IPARD, dhe pjesa tjetër pastaj nga skemat kombëtare të mbështetjes dhe ato të naftës. Kështu që kjo rritje i adresohet pikërisht ndërprerjes të këtij buxhetimi, shumë të rëndësishëm ndër vite në fakt në buxhetimin, po themi, në sektorin e bujqësisë. Pritet të kemi, domethënë, një rritje goxha të madhe edhe të antarëve të cilët do të merren me punimin e tokës. Për 2026 janë rreth 468.249 persona të vetë punësuar, po themi, në këtë sektor. Tani do shohim se sa realisht ky target i përcaktuar do të synohet, do të arrihet në Dërgo Drita, në gjykimin tënd, cili është aspekti më sfidues, duke parë edhe situatën në cilën është sot sektori? Sektori i bujqësisë, nga prioritetet e caktuara, e vendosura. Sektori i bujqësisë është në fazën e riorientimit të politikave, pasi këto politikat standarde e kanë sjell, si thua, zhvillimin e rritjen ekonomike, dhe Shqipëria konkuron madje për përqindjen e rritjes ekonomike të gjitha vendet e rajonit, që janë Bosnia, Hercegovina, Serbia, Malizi dhe Maqedonia. Sigurisht që problematika ka në implementimin e këtyre politikave, siç është për shembull krijimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, që don shumë kapacitete edhe sa i përket kapitalit, por edhe burimeve njerëzore. Një ndër pikat kryesore që është përmendur në raportin e Bashkimit Evropian për të implementuar dhe për të integruar në Bashkimin Evropian është dhe pjesa e reformës për sa i përket rritjes së kapaciteteve. Është bërë shumë në rritjen e kapaciteteve të institucioneve, por pika kryesore dhe një pikë që duhet të merret në konsiderat është dhe rritja e kapaciteteve në sistemet këshillimore, pasi janë drejt për drejt pra institucione dhe struktura që kanë të bëjnë drejt për drejt me fermerin. Shqipëria nuk ka pasur prodhim, por duhet të ketë një riorientim të fermerëve se si mund të ruajnë dhe në një kohë më të gjatë produktin, dhe nuk është të thënë që produkti duhet të shitet brenda sezonit, por ka dhe metoda ruajtje që mund të jetë në sezonin tjetër ose për disa vite. Në këtë mënyrë do të bëhet edhe rritja e efikasitetit të prodhimit dhe rritja ekonomike për sa i përket sektorit të bujqësisë. Ndërkohë, lidhur me skemat e mbështetjes që ofrohen, duke qenë se jo pak herë janë parë si skemat të cilat nuk kanë dhënë rezultatet e pritshme. Një ndër përfitimet që kanë sjell skemat kombëtare të mbështetjes në sektorin e bujqësisë është fakti që kanë rritur numrin e fermerëve të formalizuar. Pra, me kalimin e viteve, për të qenë pjesë e këtyre skemave dhe për të përfituar mbështetje nga fondet buxhetore, fermerët janë pajisur me nipt. Megjithatë, edhe në kuadër të angazhimit dhe asaj çfarë është vënë në dukje edhe në progres raportin për Shqipërinë, do duhet të rishikohen këto skemat e mbështetjes? Skemat e mbështetjes në bujqësi sigurisht që duhet të rishikohen, sepse ato e arrin pritshmërinë e saj për ato lloj formati që kishin dhe duhet të riorientohen, si për shembull skemat deri tani kanë qenë shumë universale, duhet të jenë pak më të targetuara, në mënyrë që të ndihmohet fermeri i vogël dhe fermeri që ka potencial, sidomos për pjesën e eksportit. Në këtë mënyrë, pra do të ketë një shtim të
shtim të kapaciteteve dhe prodhim, gjithashtu. Digitalizimi është shumë i rëndësishëm përsa i përket aplikimeve dhe gjurmëshmërisë procesit. Gjithashtu dhe grantet duhet të jepen në bazë të një mentorimi tekniko biznesi, pra jo vetëm nuk duhet të shihen vetëm si biznes, por edhe nga ana teknike se si duhet të implementohen këto grante, dhe fermeri duhet të orientohet në çdo hap që bën, përsa i përket dhe mbjelljes, pra ruajtjes, apo dhe duhet të informohet përsa i përket të gjitha politikave të reja që po ndiqen nga Bashkimi Evropian dhe teknologjive të reja apo mundësimi i implementimit të inteligjencës artificiale, pra gjithçka që ka të bëjë me zhvillimin. Këto janë të rëndësishme, por duken pak larg për fermerin shqiptar. Të paktën jo me hapat deri tanishëm. Aniza, kërkohet dhe diktohet nevoja për një riformatim, le të themi, të skemave të mbështetjes për fermerët. Për shembull, Këshilli i Agrobiznesit Shqiptar ditën e sotme ka kërkuar nga qeveria në Kongresin e Kashk, ka kërkuar dhe ka, le të themi, artikuluar mundësinë që mbështetja për fermerët mos jetë në këto forma që janë aktualisht, por të kalohet për njësi prodhimi. Pra një mbështetje direkte për fermerin dhe është ajo çfarë pretendohet se do të sjellë ndryshimet e pritshme në sektorin e bujqësisë. Kjo është një skemë e cila aplikohet edhe në vendet e rajonit. Mendon që do të jetë efektive në Shqipëri? Unë mendoj që shumë e rëndësishme që kur ne hartojmë buxhetimin në këtë linjë kryesore, të jepet rëndësi edhe pjesës të monitorimit, po themi në të gjithë kontekstin dhe prodhimtarinë. Sepse kemi parasysh për shembull rritjen të eksporteve nga prodhuesit, por ne nuk e dimë ose dhënien e certifikimeve për sa i përket produkteve, por ne ende nuk e dimë se sa cilësore janë këto produkte në tregun tonë. Kështu që është shumë e rëndësishme që në të gjitha sektorët, pavarësisht që buxhetimi ka parasysh prioritetet e Bashkimit Evropian, kur është dizenjuar dhe kur janë adresuar, po themi, të gjithë burimet në sektorët që parashtrua, është shumë e rëndësishme monitorimi i të gjithë këtyre sektorëve për të dhënë rezultate, jo për të dalur më tepër tek shifrat, por edhe tek cilësia dhe standardi i prodhimit në linjat kryesore që parashtrua. Qoftë në linjën bujqësisë, qoftë në ato të peshkimit, dhe ku diun dhe të prodhimit të farave dhe si eftuar aty parashtroi për sa i përket edhe ruajtjes, krijimit të kushteve të favorshme, gjë që ende fermeri ynë nuk e ka këtë lloj vizioni për të arritur pastaj ato standarde që realisht Bashkimi Evropian i kërkon. Ndërkohë që nga shumë i hap rëndësi pjesës të monitorimit të gjithë procesit në linjat kryesore të bujqësisë. Pra monitorimit se sa efektive kanë qenë skema deri më tani, pra për faktin nëse zbatohet një skem e caktuar, pra si që janë 7 skemat kombëtare të mbështetjes për fermerin, krahas skemës për subvencionimin e naftës në bujqësi, të monitorohet zbatueshmëria e tyre. Edhe zbatueshmëria, por gjithashtu edhe të mos jetë aq burokratike, sepse kemi theksuar, ne më shumë kemi parë rritjen e kritereve, pavarësisht që na i kërkojnë standardet e Bashkimit Evropian, por ne duhet të shikojmë edhe situatën aktuale në të cilën fermeri ynë është në kushtet, po themi, për të arritur ato kushtet optimale që ne pretendojmë. Kështu që të parë në këtë këmbëvështrim, duhet të jemi edhe pak më fleksibël në kontekstin e prioriteteve, të aksesit të përfshirjes së tyre, kritereve, njëkohësisht edhe po themi edhe në pjesën e procesit të monitorimit. Pra duhet të krijohen sistemi menaxhimi dhe kontrolli financiar për sa i përket sektorit të bujqësisë, por këto mund të përdorur në funksion të pagesave direkte, sepse pagesat direkte kanë qenë kriter integrimit në BE. Dhe pagesat direkte nuk mund të fillojnë pa u konsoliduar formalizimi i tregut, sepse çdo gjë duhet të deklarohet, si për shembull në Kosovë që rimbursohet për çdo litër qumë që të prodhuar, pra rritja e formalitetit do të sjellë dhe
nevojshmërinë e këtyre pagesave direkte për fermerët. Edhe pjesë mirë. Duke qenë se kemi edhe reagime të zotit Xhavit Hysenaj, kryetari i shoqatës së bimëve mjekësore dhe esencave në Shqipëri, pyet për faktin, duke u ndalur tek ajo që përmende Drita, pra domosdoshmërinë që të krijohet infrastruktura e pikave të grumbullimit dhe ruajtjes. A do duhet që më parë të ketë prodhim, pra përpara se të shkojmë tek ajo që është një proces i rëndësishëm, ruajtja, a duhet që të ketë dhe të mbështetet prodhimi në radhë të parë tek fermeri, më pas tek ajo çfarë është hallka e dytë e zinxhirit, ruajtja e këtij prodhimi, dhe tjetra lidhur me atë që në fakt e parashtroi edhe Anjeza, burokracinë. Edhe në duke edhe zoti Hysenaj, i cili thotë që edhe kjo është një problematik me cilën hasen sot fermerët, pra burokracit në marrjen e shërbimeve, por edhe asistencës në momentin që kërkojnë pra që t'jen pjesë e skemave të mbështetjes në bujqësi. Këto dy aspekte, si konsideron? Pra është e rëndësishme që të rritet prodhimi dhe të ofrohet mbështetja për fermerin dhe elimimi i burokracisë. Sektori i bimëve medicinale sigurisht që ka qenë sektori më i zhvilluar për Shqipërinë dhe mendoj që eksporti i bimëve medicinale nga Shqipëria në rajon ka qenë në nivele shumë të larta, pasi dhe Shqipëria ka dhe kapacitete natyrore shumë të mëdha për sa i përket bimëve medicinale. Kapaciteti i mbledhjes sigurisht që nuk ka munguar, është bërë shumë në rritjen e cilësisë këtyre paketimeve dhe ambalazhimeve për sa i përket bimëve medicinale. Sigurisht që ka ardhur momenti që të mendohet më gjatë dhe më profesionalisht për këtë sektor dhe për këtë produkt, dhe sigurisht që duhet të ngrihen dhe pika grumbullimi për ta grumbulluar dhe për ta eksportuar. Po besoj që në sektorin e bimëve medicinale nuk është se ka munguar pika e kontaktit të eksportit apo fuqia punëtore për sa i përket mbledhjes. Mirë, ne u ndalëm pak edhe në pjesën e dytë kur diskutuam mbi sfidat dhe domosdoshmërinë e certifikimit dhe konsideruam në fakt prodhimin e vajit, pra vajin shqiptar, vajin e ullirit në Shqipëri dhe sektorin e bimëve mjekësore, pra medicinale, si sektor pararoj në këtë drejtim, pra sektor të cilën duhen mbështetur, duhen fuqizuar për të lehtësuar, le të themi, kapërcimin nga tregu vendas në tregjet ndërkombëtare. Edhe zoti Hysenaj mbështeti den që subvencionet, pra dhe mbështetja për fermerët përmes skemave kombëtare duhet të jetë e drejt për drejt, pra për njësi prodhimi dhe jo përmes skemave që janë aktualisht në fuqi, pra skemave që ofrohen nga Ministria e Bujqësisë. Mirë, ne kemi mbërritur në fund, Anjeza kishte diçka për të shtuar? Lidhur me atë që në fakt e veçove pra faktit burokracit që hasin në, le themi, në aplikime dhe në përtithjen e këtyre fondeve. Unë doja të preka pak diçka që ju adresuat pak më përpara, për sa i përket vendosjes së një targeti për të stimuluar fermerët. Përpara se t'i vendosin targetin, është e nevojshme që të zgjidhin pikërisht këto burokraci që ne parashtruam, në mënyrë që dhe ata të motivohen, sepse nëse ata mbështeten qoftë individualisht apo grupimet e vogla në ngastrat e tyre, nëse do të kemi zgjidhjen e problematikave, ata padyshim që do të kenë stimul më të madh për të arritur edhe një target të synuar. E qartë, Drita? Dhe përpritur pastaj për t'i dhënë prioritet eksporteve, sepse siç përmendëm bimët medicinale, por ne kemi shumë mungesë të eksporteve të produkteve të tjera, pavarësisht kushteve të favorizueshme, jo vetëm të bimëve medicinale në vend në fakt, për hir të së vërtetës. Më qënë se fermeri ka përmendur burokracinë në sektorin e bujqësisë, sigurisht që duke pasur në mënyrë të një pas njëshme pra eksporte, krijohet nevoja për të krijuar procedura të standardizuara, fikse, të cilat lehtësojnë pra këtë hallkëzimin e të gjithë procesit të eksportit. Dhe të gjitha këto pra procedurat të standardizuara, sigurisht që duhet të bëhen nga
menaxhimi i mirë nga Ministria e Bujqësisë në bashkëpunim me të gjithë ministritë e tjera të linjës që për të identifikuar se çfarë nuk ka funksionuar siç duhet dhe për t'i dhënë zgjidhje çdo problemi që mund të ketë dalë në fazën e identifikimit dhe evidentimit në terren. Dhe këtë duhet ta bëjë dhe besoj e bën edhe Agjencia e Zhvillimit Bujqësor, AZBR-ja. Mirë, unë ju falenderoj, Aniza, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit, dhe mendimet e ndara në studio. Drita po ashtu, faleminderit për prezencën tënde, kënaqësi që u kisha. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Ne kemi mbritur në fund të emisionit edhe për sot. Takimi i radhës është sërish nesër në orën 16 deri atëherë kaloni sa më mirë. Miru takofshim.